Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë me ju lajmet më të fundit tashmë se çfarë do të ndodh sonte në fermën VIP. Do me thënë, tensionet brënda fermës tashmë kanë filluar. Inatet po shtohen, loja po bëhet shumë e egër, të gjithë banorët pretendojnë për të marrë fitoren mbi 200.000 euro, që do me thënë është një shumë goxha e lartë, por dashuria që Mimoza merr nga jashtë, drona që i kanë ardhur nga personazhe si Dafina Zeqiri, Tajna, kanë krijuar një lloj urrëtie dhe një lloj mlefi brenda shtëpisë kundër drejt Mozës. Do me thënë, fermerët e shikojnë Mozën me një sy jashtëzakonisht të keq. Moza ditën e djeshme ka shëndritur edhe në pjesën poetike që banorët duheshte që të krijojnë nga një vjershë për secilin për rrugtimin e tyre në fermë. As që diskutohet në fakt që Moza do të ishte ideale në këtë drejtim, sepse mendoj që ishte në fushën e saj dhe kush më mirë se Moza mund ta shpjegonte këtë gjë, do të thënë mund të fliste për fushën e saj. Por siç duket, kjo gjë ka krijuar pak dinamika dhe pikpyetje. Për shembull, shoh tek Iliri që ka një urrëtie të madhe tek Moza, që mundohet që ta ironizon Mozën në për të gjitha dimensionet e mundshme. E shikoj që është krijuar dhe një inat edhe tek Romiri, sepse hyrja e një dronit si nga Dafina Zeqiri, por ashtu edhe nga Tajna, nuk është e lehtë. Për shembull, Iliri ka një hyrje pak të mëvonshme, e di shumë bukur impaktin fenomeni Moza që e ka jashtë, dhe unë mendoj që Iliri mundoj që ta provokon Mozën aq shumë që Moza të nxjerrë një karakterin e saj që ndoshta nuk ka dashur që ta nxjerrë brenda këtij formati, do me thënë të flet për një karakter që ndoshta nuk ka dashur ta tregon. Do me thënë, e shikoj Ilirin pak të tensionuar në këtë drejtim. Të tensionuar e shikoj dhe Sarën dhe mendoj që qëllimi i tyre është që t'ja rëndojnë aq shumë Mozës këtë qëndrimin brenda në shtëpi, saqë ajo të detyrohet që të del. Por në biseda që Moza ka bërë me banorët, në biseda që Moza ka bërë dhe me kamerat, sepse është duke luajtur një strategji shumë të fortë, do me thënë flet me kamerat, bisedon me banorët, mban epiqendrën e vëmendjes, do me thënë Moza ka një strategji, Moza nuk ka hyrë aty duar boshe. Ka një strategji për zgjedhjen që ka bërë për të ecur përpara dhe pikërisht kjo lloj strategjie e bën Mozën edhe më famoze në këtë drejtim. Unë mendoj që Moza sonte nuk do të lërë shtëpinë, ashtu siç në fakt të gjithë thonë që Moza do largohet nga ferma, Moza do të lërë shtëpinë, Moza është mërzitur, Iliri po krijon shumë tension. Unë mendoj që Moza ka treguar që jashta fermës ka patur dhe vazhdon të ketë një vuajtje shumë të madhe në jetën e saj të përditshme, dhe duke thënë që ferma është momenti më i bukur i saj, qetësia më e madhe shpirtërore e saj, pozitiviteti më i madh, mendoj që Moza e përjeton dhe e shijon pafund. Unë jam i bindur që Moza do të nxjerrë të gjitha këto. Do me thënë, është krijuar një lloj urrëtie kundërdrejt Mozës për të parë sonte se si edhe opinionistët në fakt do ta komentojnë këtë ngjarjen. Tani së dyti, Jona Lekbello ka kërkuar të largohet nga ferma. Unë në fakt kisha menduar që Jona do të ishte pak më e përmbajtur në këtë fermë se sa nga Big Brother, por siç duket Jona e ka shumë të vështirë për t'i përballuar këto formate, e ka shumë të vështirë për t'i përballuar këto realitete dhe nuk mund t'ja del dot, nuk mund të shkon dot përpara ashtu si do ajo, dhe ka kërkuar që të largohet nga ky rrugtim, nga fakti sepse nuk mund ta duron presionin aty brenda. Do me thënë, i njëjti rrugtim që po bënte edhe në Big Brother, që nuk mundeshte ta duron presionin. Unë mendoj që nëse largohet Jona do bën gabimin, sepse ka një qasje shumë të mirë në fermë, është duke shkuar jashtëzakonisht mirë, nuk e ka përzgjedhur këtë rrugën domethënë këtë rrugën e bezdisshme të tipit mos mirënjohjes apo diçka të tillë, po do të thënë është ajo Jona e vërtet, është ajo Jona që ne kemi dashur ta shohim dhe publiku përsëri vazhdon me atë dashurinë dhe me atë mbështetjen që ja ka dhënë edhe kur ishte në Big Brother.
por sonte do të merrem vendime, domethënë për këtë gjë dhe më pas kemi një bisedë që Vanessa e ka bërë mbrëm me Indrin, në qoftë se produksioni e ka kapur këtë bisedën. Gjatë kohës kur kanë qenë të ulur në verandën me divane brenda në shtëpi, Vanessa dhe Indrin kanë folur për bisedën që ka bërë Vanessa me vëllaun e saj. Do me thënë, Vanessa akoma pretendon për të ndërtuar një marrëdhënie me Indrin, për të lidhur një rrugtim bashk, për të krijuar një ndjesi dashurie. Do me thënë, Vanessa akoma i pretendon këto gjëra. Gjatë bisedës, sepse e kam dëgjuar me detaje bisedën, Vanessa i thonte që nuk e di tha nëse është dëgjuar në mikrofon, vëllau im më tha, hajde të dalim të dy së bashku. Do me thënë, familja e Vanessës është shumë e prekur jashtë për ngjarjen që po ndodhen brenda në fermë, se nga fakti që vëllau i kërkon motrës për t'u larguar nga ferma, kjo tregon që familja është shumë e prekur dhe nuk toleron që dinjiteti, morali, vajza e tyre të bie në nivelin zhglë për disa klikime. Do me thënë janë duke bërë maksimumin që ta bëjnë më të mirën për familjen e tyre. Ajo e foli këtë me Indrin, por Indri i tha që të lutem shumë, nuk duhet në veten tënde të krijosh mendime për të ndërtuar një marrëdhënie. Tani, unë këtu shoh një lloj strategjie të Indrinit, sepse nuk mundesh ti të mos e duash një vajzën, nuk mundesh ti të mos e simpatizosh një vajzën, edhe të qëndrosh me të duke e ditur që ajo ka, do me thënë, një pëlqim jashtëzakonisht të madh për ty. Dhe ajo deri sa do të jetë me ty, do me thënë, deri sa në kohën është me ty, ajo në asnjë mënyrë nuk mund të të shikon ti si shok. Unë mendoj që për të qetësuar Vanessën dhe këtë ndjenjë të madhe që Vanessa si është krijuar brenda shpirtit të saj, ajo duhet që të largohet sa më shumë nga Indri, duhet të ri sa më larg nga Indri për të shëruar veten nga ky obsesion, sepse gjitha kjo që po ndodhen tek Vanessa është një obsesion. Do me thënë, ajo ja tha përsëri mbrëm Indrit se po të ishim jashtë do kisha vepruar ndryshe, do me thënë do isha lidhur me ty, ndërsa Indrin përsëri ja pret që unë nuk jam në gjendje që të lidhem, unë nuk jam gati që të lidhem, unë nuk e ndjej që të krijoj një lidhje dashurie. Por Vanessa është e fokusuar në ndjesinë e saj, është e fokusuar në marrëdhënien e saj dhe dëshiron që të vazhdon të krijon emocione, dëshiron që të vazhdon të krijon dashuri për Indrinin. Do të shohim se si do të merr ky rrugtim, do të shohim se si do të marrin këto gjëra, cila do të jetë në fakt përgjigjja e kësaj historie kaq të madhe sonte, sepse nuk është se ka patur ndonjë ndryshim, domethënë marrëdhënia ka mbetur pothuajse njësoj, banorët vazhdojnë duke luftuar për të marrë vëmendjen e njëri tjetrit, në këtë rast domethënë Vanessa për Indrinin. Do shohim se si do të komentohet sonte gjatë prajmit kjo ngjarje. Dua të marr mendimin tuaj.